mund fillojmë? Të nderuara media të pranishme sonte këtu, shumë të dashur qytetarë të Republikës, më lejoni të shpreh mirënjohjen time të thellë dhe falënderimin për mirëpritjen e jashtëzakonshme në të gjitha qytetet, fshatrat, lagjet, shtëpitë e familjet, gjithandej vendit tonë. Po ashtu një falënderim për mira vullnetar, simpatizant e aktivist që organizuan fushatën dhe ishin krahu ynë i fortë në këtë fitore madhështore. Me 9 shkurt, si vjet, fitoi lëvizja vetëvendosje me partnerët. Me 28 dhjetor 2025, fitoi populli i Kosovës dhe Republika. Urime fitoria më e madhe në historinë e vendit. Tash na presin shumë punë përpara, rezultati sotëm na ka bërë të qartë që duhet të ecim përpara pa vonesa. Sa më parë që certifikohen rezultatet, aq më shpejt do të na duhet të krijojmë institucionet e të vazhdojmë me punën e mirë dhe projektet e nevojshme. Në kuvendin e legjislaturës së 10, po na pret plani i rritjes Bashkimit Evropian në vlerë prej 880 milion euro, prej të cilave parafërsisht 2/3 janë kredi, ndërkaq 1/3 grante, dhe 3 marrëveshje me Bankën Botërore në vlerë prej 120 milion euro, pra mbi 1 miliard euro gjithsej. Ftoj nga tash partitë opozitare për bashkëpunim në kuvend për marrëveshjet ndërkombëtare, për ligjet e mira që do t'i procedojmë dhe për interesin publik të qytetarëve të Republikës. Edhe një herë, urime të gjithë qytetarëve mërgatës dhe secilit pa dallim, fitoren historike që është në rrugë të mbar të tejkaloj edhe 14 shkurtin e vitit 2021. Sot ishte një ditë e gjatë, përveç se e bukur dhe e rëndësishme. Ju faleminderit. Prime Minister, in English, please. Allow me to start by thanking citizens of Kosovo and all institutions of our independent sovereign state who organized in an exemplary way fair, democratic, free elections, and out of these elections we managed to come out victorious, even more so than in early February this year. I like to thank citizens of Kosovo, to thank also the opposition parties for their campaign, for acknowledging this time around the result of the elections, and I look forward to cooperation with opposition regarding some international agreements that are pending, and we need 2/3 majority for them, including EU growth plan, 880 million euros, 2/3 of which are loans and 1/3 are grants, then another 120 million euros from 3 agreements with World Bank. I look forward to continue in the 3rd mandate as Prime Minister of the Republic of Kosovo, and I will serve with all my knowledge and ability according to our program and with my excellent team next 4 years. Once the results will be certified by Central Election Commission, we should swiftly constitute a parliament out of 10th legislature and then form immediately new government. We don't have time to lose, and we should move forward as fast as we can together. Urdhëni.
që keni prezantuar? Së pari duhet të presim certifikimin e rezultateve nga Komisioni Qendror Zgjedhor dhe më pastaj me njëherë duhet ta konstituojmë kuvendin e legjislaturës 10 dhe ta formojmë qeverinë e re. Unë jam interesuar që të bashkëpunojmë me opozitën me njëherë për ato që na kanë ngelur pa u miratuar, pra 3 marrëveshje ndërkombëtare lidhur me mbi 120 milion euro të bankës botërore, prej të cilave 90 milion janë mbështetje buxhetore, rreth 20 milion kanë të bëjnë me qerdhët për fëmijë dhe 20 milion të tjera kanë të bëjnë me sistemin informativ shëndetësor, si dhe pa harruar 880 milion euro të planit të rritjes së Bashkimit Evropian. Për këto na duhet një shumicë prej 2/3, por besoj që pas certifikimit të rezultateve do të mund të ecim mbare mirë, por edhe shpejt e pa vonesa, me qenë se blokadat janë të pamundshme tani më. Është tepër herët të flasim tani, sonte do të festojmë dhe jo vetëm sonte, gëzuar vitin e ri 2026 gjithëve. Por natyrisht që nuk do të vonohemi që ta trajtojmë edhe këtë çështje. Na duhet të bisedojmë edhe me opozitën për çështjen e presidentes apo presidentit të ardhshëm, por siç e kam thënë edhe mbrëm në një emision në Radio Televizionin e Kosovës, paraprakisht do të ulem të bisedoj me presidentin aktuale dhe më pastaj do të ndërmarrim edhe hapat e ardhshëm në mënyrë që të ecim përpara bashk, sepse dihet që si për marrëveshjet ndërkombëtare, ashtu për zgjedhjen e presidentit është e nevojshme që të qëndrojnë së paku 80 veta në sallë edhe nëse votojnë kundër, dhe për këtë do të na duhet të bisedojmë, por ky nuk është as hapi i dytë, është hapi i tretë, paraprakisht certifikimi i rezultateve që do të na bëjë të qartë përbërjen e sakt të legjislaturës 10 të konstituar në kuvend. Ne urojmë e shpresojmë në janar vitit 2026. Po. Nga syri televizion nga Shqipëria, kryeministri i Shqipërisë zoti Edi Rama, e temi ka bërë gjithçka mbi tavolinë dhe nën tavolinë që qytetarët e Kosovës mos votonin e tutën tonë. Ju do ta vijoni traditën e takimit parë në Shqipëri pas fitores dhe keni diçka për të thënë Edi Ramës në këtë takim? Ne bashkëpunojmë me Republikën e Shqipërisë, me cilën do qeveri që është aty. I kemi 58 marrëveshje të reja me kryeministrin Rama dhe niveli i zbatimit të tyre është më i madh se kur më parë. Unë nuk jam në dieni të atyre akuzave që thatë ju, por në të njëjtën kohë ne jemi të interesuar që afrimi edhe bashkëpunimi me Shqipërinë të rritet gjithnjë më shumë. Tash e kemi edhe abetarën e unifikuar nga viti 2021 këtej. Kemi kurrikulet e dedikuara për mësimin shqip për bashkëdhetarët tonë në përbot dhe e kemi shndruar Shqipërinë në partnerin kryesor tregtar të Republikës Kosovës sa i përket vendeve të rajonit. Kur kësaj ja shtojmë edhe Alpexin, Albanian Power Exchange, ku ne dihet që kemi dalur nga bloku regulativ me Serbinë, Malnezi dhe Maqedoninë e Veriut dhe jemi bashkë me Shqipërinë, unë besoj që kemi shumë arsye për t'ju gëzuar bashkëpunimit të shteteve tona, pa harruar edhe ata 200.000 qytetarë të zonës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, të cilët tash i kanë 26 vendkalime kufitare. Për ato akuza që i hodhët ju se jam ndjeni. Kur diçka më parë në Shqipëri pas fitores të votave që humbur në shkurt, dhe ai në të gatshëm që ta negocioni me opozitën postin e presidentit, po ajat në atyre postin e presidentit për të shkuar për të real. Ta negocioni dhe t'u jepni atyre janë dy gjëra të ndryshme. Nuk mund të përdoren si sinonime, aq më pak në të njëjtën fjali. Natyrisht që do të na duhet të bisedojmë me opozitën për çështjen e presidentit, por paraprakisht
do të na duhet të bisedojmë për këto marrëveshje ndërkombëtare. Dhe unë besoj që ai do të jetë një test i rëndësishëm për bashkëpunimin qeveri opozit në 4 vjeçarin e ardhshëm, por po e ritheksoj njerë duhet presim certifikimin e rezultateve. Faleminderit shumë. Urdhroni edhe një pyetje të fundit. Ne jemi në rrugë të mbarë për të tejkaluar rezultatin e 14 shkurtit të vitit 2021 edhe në kuptimin e numrit absolut të votave, por edhe të përqindjes relative në këto zgjedhje. Besoj që është një rezultat shumë i kënaqshëm e 500.000 vota në zgjedhjet tjera që vijnë pas tyre. Herë do kur që janë ato. Faleminderit shumë, gëzuar vit i ri 2026.